përshëndes sërish të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ të në News 24, fillimisht një me titujt kryesor. Ish deputeti demokrat Ervin Saliani bëri thirrje Sali Berishës nga Kuksi, dilde përballur në garë me demokratët. Marta Kos kundër modelit të propozuar nga Rama Vučić s'ka antarësim të pjesëshëm në BE. Kreu i LD-s vizit në SBA, një gjyqësor i pavarur, por i përgjegjshëm është kyç për demokracinë. Del video si nisi zjarri tek pallati tek farmacia 10, një grup fëmijësh hodhën kartonat e mbeturinat e marketit. Zjarri në pallat Rama, bonus qiraje për familjet e prekura, materialet e ndërtimit ishin të certifikuara. Në reagimin e timit të fundit, Trumpi nxehur kërcënon Iranin, nëse ata nuk duan paqe, i gjithë vendi do të shkatërrohet. Zbulohet helm për minj në ushqimin e fëmijëve të kompanisë HIP në disa vende të BE-s. Njemi tani më gjërësisht, ish deputeti demokrat Ervin Saliani nga Kuksi ka sfiduar liderin e PD Sali Berisha duke i kërkuar të dalë në zgjedhje dhe të përballet në garë me demokratët. Saliani kërkoi Berishës t'u jap mundësinë demokratëve të shprehin e të votojnë. Shqiptarët kanë kuptuar një gjë, që të mundet autoritarizmi i qeverisë, duhet të munden autokratët e opozitës. Nuk mund ta lënë që Partia Demokratike të shkatërrohet, tha Ervin Saliani. Fitus dhe rrogtar dhe nuk flasin për shkak të një rroge apo të privilegjeve. Ne kemi 5 muaj që kemi qenë takime në gjithë Shqipërinë dhe sot jemi në Kukës për të folur me demokratët, për të folur për Partinë Demokratike dhe për të hapur një debat. Për të folur se si do fitojmë, se si ne do të bëjmë të mundur që t'i përmbysim numrat e Partisë Socialiste dhe të Rilindjes, se si mund të çojmë drejt kutive të votimit të paktën 800.000 votues në mbështetje të Partisë Demokratike dhe koalicioneve të saj. Pra cila është mënyra? Kemi ftuar të gjithë drejtuesit që kanë dhe duhet të kenë minimumin e përgjegjësisë për të folur hapur dhe me sinqeritet, sepse ky është një problem që është i ulur këmbkryq në Partinë Demokratike. Pa dashur të krijojmë asnjë përçarje, por me dëshirën për të krijuar një vlerë të shtuar në Partinë Demokratike, ashtu siç e parashikon statuti, ashtu si statuti parashikon edhe fraksionat. Secili prej nesh, pavarësisht se ka pasur arsye të mjaftueshme për të qenë i mërzitur, dhe arsyeja kryesore është humbja e Partisë Demokratike në zgjedhje, arsyeja tjetër është mospërfaqësimi i drejtit demokratëve, ne nuk kemi ofenduar askënd. Kemi folur të vërtetat që i mendon çdo demokrat. Edhe ata që janë në dukje më pranë drejtuesve apo leadershipit të Partisë Demokratike flasin nëpër tavolina njësoj siç flasim ne në publik, siç flasim ne me njëri tjetrin. Por ne në këmbim kemi marrë, siç e keni parë, urrëtie, mashtrime dhe shpifje. E them me bindje edhe pasi kam parë këtë reagim që ne kemi bërë gjë në dur, që personalisht kam bërë gjë në dur, që po ndahem nga një politik 36 vjeçare e baltës, e shpifjes, e përbuzjes, e goditjes së kundërshtarit brenda partjak. Dhe pa diskutim se cili prej nesh ka kostot e veta. Unë kam të mijat, pra sa kam qenë në Partinë Demokratike dhe jam në Partinë Demokratike, por pra sa kam qenë në drejtim të Partisë Demokratike në strukturat drejtuese të saj. Edhe unë, pavarësisht se kam fituar në zonat që më janë ngarkuar, kam një barë përgjegjësie sepse duhet kisha folur edhe më parë. Por për herë ka një moment. Dhe ky moment është momenti ku Partia Demokratike ka arritur. Këtë të shtunë u zhvillua mbledhja e 4 të samitit në mbrojtje të demokracisë në Barcelonë, ku marrin pjesë 3.000 të ftuar, kryetar shtetesh, ish lider dhe rreth 400 kryetar bashkish, sindikatash e aktivistësh. Sipas agjencisë Reuters, ky samit i thirrur nga kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez e presidenti i Brazilit Lula da Silva synon të rizgjojë të majtën dhe mobilizojë atë në veprime të përbashkëta përballë rritjes së të djathtës ekstreme në zgjedhjet e BE-s në vitin 2024.
2024, i quajtur mobilizim global progresist. Si të shihet nga pamjet, kryeministri Rama ka takuar nga afër djalin e filantropit George Soros, Alex Soros, ku kanë shkëmbyer dhurata. Në fotot e shpërndara nga Soros, shihet se të dy kanë bërë dhurata njëri tjetrit. Komisionerja Evropiane për zgjerimin Marta Kos hodhi poshtë modelin e propozuar nga Rama dhe Vučić për një antarësim të lehtësuar në BE pa të drejtë vetoje. Nuk ka antarësim të lehtë, ose je antar dhe atëherë i merr të gjitha të drejtat, ose nuk je antar dhe nuk i merr të drejtat tek kësaj Kos. Ajo nënvizoi se Mali i Zi mund të jetë vendi i radhës që i bashkohet BE-s. Komisionerja Evropiane për zgjerimin Marta Kos hodhi poshtë modelin e propozuar nga Rama dhe Vučić për një antarësim të lehtësuar në BE pa të drejtë vetoje gjatë një interviste për Atlantic Council, duke folur për idenë e një antarësimi të lehtësuar të përmendur në një letër të përbashkët nga kryeministri Edi Rama dhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Ajo u shpreh qartë se nuk mbështet një model të tillë. Nuk ka antarësim të lehtësuar, ose je antar dhe atëherë i merr të gjithë të drejtat, ose nuk je antar dhe nuk i merr ato, por sigurisht e kuptoj këtë letër nga zoti Vučić dhe Rama, në kuptimin që nëse BE-ja do të ketë probleme për të vazhduar me procesin e zgjerimit, atëherë do të ishin të kënaqur me diçka më pak. Kjo është zgjedhja e tyre. Unë nuk e mbështes këtë sepse roli im është të ndihmoj ato vende të bëhen antare të plota të BE-s. Rregulli thjesht është ky: nëse një vend përmbush të gjitha reformat dhe kriteret, duhet të bëhet antar i plot i Bashkimit Evropian. Kështu është ndërtuar edhe traktati ynë evropian, deklaroi komisionerja Kos. Ajo theksoi se Mali i Zi dhe Shqipëria mund të antarësohen edhe para vitit 2030, nëse vijojnë me ritmin e reformave dhe përmbushin kriteret e kërkuara. Sipas zyrtares evropiane, Mali i Zi mund të jetë vendi i radhës që antarësohet në Bashkimin Evropian. Inspektori i lartë i drejtësisë zhvilloi një vizitë zyrtare në SBA ku u takua me drejtues të Departamentit të Drejtësisë. Artur Metani theksoi se funksionimi i një sistemi gjyqësor të pavarur, të paanshëm, por të përgjegjshëm, përbën një element kyç në garantimin e shtetit të së drejtës dhe forcimin e demokracisë në Shqipëri. Funksionimi i një sistemi gjyqësor të pavarur, të paanshëm dhe të përgjegjshëm përbën një element kyç në garantimin e shtetit të së drejtës dhe forcimin e demokracisë në Shqipëri, kështu deklaroi inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani gjatë një vizite zyrtare që zhvilloi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kreu i ILD-s zhvilloi takime të rëndësishme me përfaqësues të zyrës së inspektorit të përgjithshëm në Departamentin e Drejtësisë, si dhe me përfaqësues të OBDAT. Në zyrën e OBDAT, Artur Metani u takua me zëvendës drejtorin George Haber dhe drejtoren rajonale për Europën Pragna Soni. Diskutimet u përqendruan në rritjen e standardeve të integritetit dhe profesionalizmit në sistemin gjyqësor në Shqipëri, si element thelbësor në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në këtë kontekst, inspektori i lartë i drejtësisë ndau pikpamje mbi rëndësinë e forcimit të mekanizmave të inspektimit dhe llogaridhënies për gjyqtarët dhe prokurorët, si dhe nevojën për të garantuar standarde të larta etike dhe profesionale. Bashkëbiseduesit vlerësuan progresin e arritur dhe shprehën gatishmërinë për të vijuar mbështetjen dhe bashkëpunimin ndërinstitucional në drejtim të asistencës teknike si dhe shkëmbimit të praktikave më të mira. Inspektori i lartë i drejtësisë thekson se këto takime përbëjnë një hap të rëndësishëm në thellimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe avancimin e reformave në sistemin e drejtësisë, me synim rritjen e besimit të publikut dhe forcimin e institucioneve të drejtësisë në Shqipëri. Kanë dalë pamjet e momenteve të para kur ka marrë flak pallati pranë farmacisë 10 në Tiranë disa ditë më parë. Aty vihet re se një grumbull kartonash po digjej pranë fasadës së katit të parë afër një supermarketi. Djegja e pallatit zgjati më shumë se 6 orë në një përballje mes flakëve dhe zjarfikësve, por fatmirësisht nuk pati asnjë viktimë, ndërsa 11 persona u lënduan. News 24 ka siguruar video në fillimit të zjarrit që përfshiu fasadën e pallatit 12 katësh në zonën e njohur si Farmacia 10 në Tiranë.
Ky është momenti kur mbeturinat e marketit në katën 0 të pallatit morën flakë më pas zjarri ngjitet në tërë objektin, duke shkrumbuar rreth 30 banesa. Ora shënon 16:34 minuta të së martës, dhe ashtu siç duket në video, kartonat e mbeturinave janë në flak. Në pak sekonda zjarri shpërthen menjëherë, duke prekur edhe një prej kolonave të fasadës së pallatit. Por në pamje nuk janë fiksuar fëmijë duke vënë zjarrin siç është thënë edhe më parë. Ndaj mbetet e paqartë shkëndija e parë e flakëve, për të cilat ka dyshime se mund të jetë edhe shkak tjetër, si për shembull shkëndija elektrike. Nga videoja duken 5 të mitur që janë duke luajtur në shesh pushimin e kompleksit. Në një moment disa prej tyre shkëputën dhe marrën kartona nga grumbulli i mbeturinave të marketit. Pasi marrën kartonat, ata ribashkohen sërish në shesh pushim. 3 prej tyre kanë një karton të kuq në duar dhe në ikje hedhin sërish te grumbullimi i mbeturinave, ngjitur me një nga kolonat e fasadës së pallatit. Fëmijët largohen të pesë dhe vetëm pak minuta më vonë shfaqet flaka e cila përhapet e të gjitha mbeturinat e tjera. Këto pamje pa analizohen nga policia dhe prokuroria, e cila ka marrë në pyetje edhe të miturit në prezencën e psikologut. Deri më tani 8 persona janë në hetim, 4 prej të cilëve u arrestuan pas ngjarjes, por u liruan nga gjykata e Tiranës, si dhe 4 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë. Autoritetet po hetojnë jo vetëm shkaqet e flakëve, por edhe nëse pallati ka pasur standardet e sigurisë kundër zjarrit. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se të gjithë banorët e pallatit të prekur nga zjarri pak ditëve më parë në Tiranë do të përfitojnë bonus qiraje nga Bashkia e Tiranës. Në shënimet e javës, kreu i qeverisë ju referua edhe vizitave në Romë e Barcelonë, ku tha se tashmë Shqipëria është vend i besuar dhe i respektuar. Të gjithë ata qytetarë, shtëpitë të cilëve u shkrumbuan nga zjarri pak ditëve më parë, nuk do të rinë në qelë të hapur. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se banorët do trajtohen me bonus qiraje nga Bashkia e Tiranës, deri kur pallati të rikonstruktohet tërësisht nga vetë kompania e ndërtimit. Deri në momentin kur ata banorët do të kthehen në shtëpi, të mund të kenë një bonus qiraje dhe patjetër edhe një mbështetje nga Bashkia, nga verifikimi i parë që është bërë, ndërtimi kishte të gjitha materialet të certifikuara dhe vinin nga importi. Në podcastin Flasim, kreu i qeverisë vuri theksin tek takimet në Romë me kryeministren Giorgia Meloni dhe më pas në Barcelonë, ku ishte pjesë e samitit për mbrojtjen e demokracisë. Këto ndalesa nxjerrin në pa qartë edhe njëherë se si partner serios dhe tani më të konfirmuar ndërkombëtarisht ne gjendemi në një pikë ku kemi vetëm një të vetme rrugë të ecim me shpejtësi vetëm përpara. Një ngjarje të rëndësishme e konsideroi Rama samitin e diasporës. Sipas tij, shqiptarët që jetojnë jashtë vendit janë faktor shumë të rëndësishëm të zhvillimit të Shqipërisë. Tani më diaspora shqiptare nuk është thjesht një histori largimi, por është një forcë e shtuar e zhvillimit të vendit dhe çka ishte deri dje një hendek apo një distancë, sot është kthyer në një urë lidhjesh shumë konkrete. Kryeministri Rama gjithashtu njoftoi një investim masiv për 100 milion eurosh i bashkëfinancuar me Bankën Europiane të Investimeve për zhvillimin e mëtejshëm të turizmit, me fokus turizmin malar. Kryetari i PD-s Sali Berisha ka reaguar ndaj qëndrimit të kryeministrit Rama për pallatin e djegur në Tiranë pak ditë më parë. Për Berishën, kreu i qeverisë bëri avokatin e ndërtuesit të pallatit, ndërkohë tha se Rama kudo shkon mban me vete damkën e kryeministrit të korruptuar. Përgjigje kryedemokratit Sali Berisha ndaj shënimeve të javës së kryeministrit Edi Rama nuk vonoi. Berisha tha se kreu i qeverisë doli në mbrojtje ndërtuesit të pallatit të djegur në zonën e njohur si Farmacia 10 në Tiranë. Edi Rama mori përsipër ekspertin, mori përsipër avokatin e Armando Lilos dhe deklaroi se zjarri nuk kishte lidhje me ndërtimin dhe se fasada ishte ndërtuar me materialet më të mira, në standardet më të mira në kohë kur ajo mori flak si fasad kashte. Ai deklaroi se pallatin do ta ndërtojë përsëri ndërtuesi, por nëse ndërtuesi nuk ka përgjegjësi për djegjen e pallatit,
si mund ta ngarkosh atë për ndërtimin e tij. Pra, tregon një lloj lidhje të pazgjidhshme me atë ndërtues, siç është me ndërtuesit tjerë. Në lidhje me vizitat në Rom dhe Barcelonë të kreut të qeverisë, kryetari demokrat komentoi se kudo shkon Rama, ka me vete damkën e kryeministrit të korruptuar. Kudo që shkon, kudo që shkel, ka damkën e hajdutit dhe të kryeministrit më të korruptuar në Europë. Mediat e Italisë, Spanjës, Austrisë, Gjermanisë dhe mbar Europës dhe botës përcollën me mbështetje të jashtëzakonshme denonsimin qytetarët e Shqipërisë i bën proteste fundit kryehajdutit Edi Rama dhe kërkesën mbar popullore për dorëheqjen e tij. Lideri demokrat komentoi edhe deklaratat e kryeministrit mbi situatën ekonomike në Shqipëri. Njerë thot se buxheti ishte 4 miliard në qeverinë e mëparshme dhe GDP-ja ishte 10 miliard në total. A e harron se me këtë i bën një nder të jashtëzakonshme qeverisë mëparshme e cila kishte një barë fiskale sa gjysmë e kësaj që sot. Në raport me deklaratën e Ramës për një investim masiv për 100 milion eurosh në veri, Berisha akuzoi kryeministrin si diskriminues të veriu të vendit. Kryetari i PD-s Sali Berisha gjatë një takimi me studentë të shkollës franceze Sciences Po është shprehur se korrupsioni është pengesa kryesore për integrimin e Shqipërisë në BE. Kryedemokrati është shprehur se lufta kundër korrupsionit kërkon reforma strukturore. Berisha vlerësoi të rëndësishëm lehtësimin e procedurave administrative, uljen e taksave dhe përdorimin e teknologjisë për rritjen e transparencës në prokurimet publike. Kreu i PD-s mbajti një qëndrim kritik ndaj praktikave aktuale në tendera, të cilat tase dekurajojnë pjesëmarrjen e kompanive nga vendet e Bashkimit Evropian dhe bien ndesh me parimet e tregut të përbashkët dhe shtetit të së drejtës. Berisha kundërshtoi çdo ide për integrim të diferencuar, duke komentuar qëndrimin e përbashkët të kryeministrit Rama dhe presidentit serb Vučić, ndërsa theksoi se ardhmja e Shqipërisë drejt Ballkanit mbetet anëtarësimi në BE. Bullgarët ju drejtuan për herë të 8 në 5 vjet qendrave të votimit për zgjedhjet parlamentare. Favorit në këto zgjedhje është ish-presidenti Roman Radev, i cili mbështet lidhjet e ngushta me Rusin. Ai ka premtuar që nëse vjen në pushtet do të luftojë korrupsionin e përhapur, ndërsa populli është i lidhur nga një kastë vjetër politikanësh të korruptuar. Bullgarët po votojnë në zgjedhjet e teta parlamentare në 5 vjet me kryesuesin e qartë ish-presidentin Roman Radev, një politikan që mbështet lidhjet e forta me Rusin, i cili premtoi të jap fund një spiraleje qeverish të dobta dhe jetë shkurtra dhe të zhduk korrupsionin e përhapur. Radev, një ish-pilot luftarak euroskeptik i cili kundërshton mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe dorëheqjen nga presidenca në muajin janar për të kandiduar në zgjedhje të cilat vinë pasi protestat masive detyruan qeverinë e mëparshme të rrëzojë në dhjetor. Një fushat e zgjuar në mediat sociale dhe një premtim për stabilitet kanë rritur mbështetjen e Radevit në vendin ballkanik me rreth 6.5 milion banor, ku votuesit janë të lodhur nga zgjedhjet e përsëritura të parakohshme dhe një grup i vogël politikanësh veteran që shihen gjërësisht si të korruptuar. Kostoja e jetesës është gjithashtu një problem që kur Bullgaria, një antare e BE-s dhe NATO-s, nisi përdorimin e monedhës euro në muajin janar. Qeveria e mëparshme ra mes protestave kundër një buxheti të ri që propozonte rritje të taksave dhe kontribute më të larta të sigurimeve shoqërore. Sondazhet e opinionit të premten treguan se Bullgaria progresive e Radevit siguronte rreth 35% të votave, një rritje nga një muaj më parë. Nëse konfirmohet, kjo do të shënonte një nga rezultatet më të forta nga një parti e vetme në vite, megjithse ende pa shumicën parlamentare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se kjo është mundësia e fundit për Iranin që të pranojë një marrëveshje paqeje. Duke folur për Fox News, Trump tha se nuk do të bëjë të njëjtin gabim si ish-presidenti Barack Obama, administrata e të cilit nënshkroi një marrëveshje gjithëpërfshirëse bërthamore me Iranin në vitin 2015.
Nëse Irani nuk e nënshkruan këtë marrëveshje, i gjithë vendi do të shkatërohet, paralajmëroi Trump, ndërkohë një delegacion i lartë nga Shtetet e Bashkuara ka mbërritur në Islamabad për të rinisur negociatat me Iranin. Delegacioni udhëhiqet nga zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance dhe përfshin gjithashtu Jared Kushner, dhëndrin e presidentit Donald Trump, si dhe negociatorin special Steve Witkoff. Kryetari i Parlamentit të Iranit deklaroi se është arritur përparim në bisedimet me SHBA-n, por se të dy vendet mbeten larg nga një marrëveshje paqe. Irani njoftoi se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur derisa SHBA të heqin bllokadën ndaj porteve iraniane, të cilën e quajnë një shkelje të armëpushimit. Kryetari i Parlamentit të Iranit njoftoi se është shënuar përparim në bisedimet me Washingtonin, por se mbeten dallime themelore mes palëve, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump hodhi poshtë ato që e quajti shantazh nga Teherani, pasi ky fundit sërish mbylli ngushticën e Hormuzit. Ne jemi ende larg diskutimit përfundimtar, deklaroi Mohammad Beqer Qalibaf, i cili është dhe negociatori kryesor i Iranit, në një fjallënim të transmetuar në televizion mëngjesin e kësaj të diele. Kemi bërë përparim në negociata, por ka shumë boshllëqe dhe disa pika themelore mbeten, shtoi ai, duke ju referuar raundit të parë të bisedimeve ballë për ballë në Islamabad më 11 dhe 12 prill. Ka disa çështje për të cilat ne këmbgulim, edhe ata kanë vijat e tyre të kuqe, por këto çështje mund të jenë vetëm një ose dy, shtoi ai, duke shprehur gjithashtu qëndrime të vijës së ashpër, duke pretenduar se Irani ka qenë fitimtar në terren gjatë luftës. Këshilli Suprem i Sigurisë Kombëtare theksoi se ekipi negociator i Iranit nuk do të bëjë as kompromisin më të vogël, tërheqje apo zbutje, dhe do të mbrojë interesat kombëtare me të gjithë forcën e tij. Këto deklarata vijnë disa ditë përpara skadimit të një armëpushimi 2 javor midis forcave të SHBA-s dhe Izraelit dhe Iranit, që përfundon më 22 prill. Shpresat se transporti detar do të rifillonte përmes ngushticës rezultuan një të shkurtra më 18 prill, pasi forcat iraniane sulmuan të paktën 3 anije civile, pasi Teherani njoftoi se po tërhiqte vendimin për të rihapur rrugën ujore nga ku kalon nafta. Në një kavanoz të kompanisë Hip me ushqim për fëmijë është gjetur helm për minj, duke bërë që rrjeti i supermarketeve në Austri të tërheqë produktin nga tregu. Bëhet fjalë për një kavanoz me karrota dhe patate të bluara për bebe, e cila shitet edhe në tregun shqiptar. Helm për minj është gjetur në një kavanoz me ushqim për fëmijë të kompanisë Hip, tha policia në Austri, pas një tërheqje të produktit nga më shumë se 1000 supermarkete në vend, për shkak të frikës për sigurinë. Policia në Burgenland tha në një deklaratë se një mosër nga një prej kavanozëve prej 190 gram me karrota dhe patate, ushqim i gatshëm për fëmijë, e raportuar nga një klient kishte rezultuar pozitive me helm për minjt. Kompania Hip tha të shtunën se nuk mund të përjashtohej mundësia që një substancë rrezikshme të ishte futur në produkt, dhe se kavanozët e karrotave dhe patateve mund të ishin manipuluar. Konsumi i përmbajtjes së kavanozëve mund të jetë kërcënues për jetën, tha kompania. Në deklaratën e policisë thuhej se kavanozët e prekur kishin një afishe me një rreth të kuq në fund të kavanozit, dhe një kapak që ishte hapur tashmë, ishte dëmtuar, i mungonte një vulë sigurie, ose kishte një erë të pazakont. Ata thanë se testet fillestare laboratorike në kavanoz të ngjashëm të sekuestruar nga policia në Republikën Çeke dhe Slovaki treguan praninë e një substance toksike. Deklarata nuk dha detaje të mëtejshme. Policia tha gjithashtu se autoritetet në Austri ishin paralajmëruar për rrezikun pas hetimeve në Gjermani. Një zëdhënës i rrjetit të supermarketeve në Austri tha agjencisë së lajmeve Reuters të shtunën se tërheqja e produktit ishte një mas paraprake dhe preku 1500 dyqane në vend. Kompania Hip këshilloi klientët të mos konsumonin përmbajtjen e kavanozëve të blerë. Policia u këshilloi klientët gjithashtu të lajnë duart me kujdes nëse bien në kontakt me një kavanoz të tillë. Një zjarr masiv në Malajzi shkatërroi më shumë se 1000 shtëpi dhe mijëra njerëz të evakuuar. Zjarri shpërtheu në një prej zonave më të varfëra të vendit. Mijëra njerëz janë zhvendosur pas një zjarri që shkatërroi rreth 1000 shtëpi në një fshat bregdetar në shtetin Sabah të Malajzisë.
Në ishullin Borneo të dielën, tha departamenti i zjarrfiksëve. Pamjet e filmuara me dron nga vendi i ngjarjes treguan tymtëzi të dendur që mbulonte zonën ndërsa zjarri përfshiu vendbanimin. Autoritetet u njoftuan për zjarrin në distriktin Sandakan rreth orës 1:30 të mëngjesit, tha një deklaratë shefi i zjarrfiksëve dhe shpëtimit të distriktit, Jimmy Lagung. Erat e forta dhe afërsia e madhe e shtëpive shkaktuan përhapjen e shpejtë të zjarrit, ndërsa kushtet e zbatitjes së ulët e bën të vështirë sigurimin e një burimi të hapur uji, tha ai. Zjarri shpërtheu në një nga fshatrat me ujë të Sabaut, i cili përbëhet nga shtëpi prej druri, të ndërtuara mbi shtylla, dhe është shtëpi e disa prej komuniteteve më të varfëra të vendit, duke përfshirë shumë grupe pashtetësi dhe indigjene. Mbi 9.000 banor janë prekur nga zjarri megjithëse nuk është raportuar për vdekje. Ta policia e Sandakanit, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Bernama. Kryeministri i Malajzisë Anwar Ibrahim tha se qeveria federale po koordinohej me autoritetet e Sabahut për të ofruar ndihmë, bazë dhe zhvendosje të përkohshme për të prekurit. Një ngjarje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në ujvarën e Sotirës në Gramsh, ku shoferi i një autobusi me turist ka rënë nga lartësia dhe ka ndërruar jetë. Viktima është identifikuar Robert Gjangolli, ndërsa sipas informacioneve paraprake dyshohet se ai ka qenë duke luajtur me top me të tjerë persona dhe më pas ka rrshqitur dhe ka rënë nga lartësia. Në vendngjarje shkuan autoritetet që po hetojnë për dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit. Ndryshëm temën e informacioneve, grupi Style Italiano Endodontics organizoi një konferencë shkencore pas leksionit të hapur që mbajti në Universitetin Luarasi, ku prezantuan teknika inovative në fushën e stomatologjisë. Ardhur për herë të parë në Shqipëri, 3 pedagogët italian përcollën për pedagogët dhe studentët dije, inovacion dhe strategji të reja në fushën e endodontisë. Pas leksionit të hapur mbajtur në Universitetin Luarasi për pedagogët dhe studentët e stomatologjisë, grupi Style Italiano Endodontics zhvilloi një konferencë shkencore ku prezantuan gjetje dhe risi në fushën e endodontisë. Bashkëthemeluesi i Style Italiano Endodontics, Fabio Gorni, foli për rëndësinë e dijeve, inovacionet dhe strategjinë që duhet ndjekur për të arritur rezultate të mira te pacientët dhe demonstroi përmes një live demo teknikat më të fundit të endodontisë kirurgjikale. It's the first time for me and it's the first time also for Style Italiano Endodontics. Kjo është hera e parë për mua që vi në Shqipëri, por edhe për Style Italiano Endodontics, i cili është komuniteti më i rëndësishëm në botë dhe ka më shumë se gjysmë milioni njerëz. Ne po përpiqemi të japim një uri rreth endos për shumë vende në botë. Në realitet, ne jemi universitet për shumë njerëz që mund të mësojnë në vendin e tyre parimet e endos. Francesca Ceruti u shpreh se kjo konferencë do t'ju shërbej profesionistëve të endodontisë të mësojnë teknika të reja trajtimi për pacientët. Style Italiano Endodontics was born with the aim. Style Italiano Endodontics u themelua me qëllim ndarjen e njohurive dhe të bëj arsim, në mënyrë që të bëj çdo procedurë endo të dukshme, që mund të mësohet dhe të mund të përsëritet, çfarë është shumë e rëndësishme. Pasi Fabio mund të bëj gjëra të mrekullueshme, por është personi i vetëm në botë që mund t'i bëj. Pra, ne duam t'i bëjmë gjërat më të lehta dhe më të përsëritshme për çdo. Qëllimi ynë këtu është që të ndajmë ato çfarë kemi mësuar, eksperiencat tona, në mënyrë që ta bëjmë më të lehtë për të tjerët që të ndjekin hapat tona. Kjo konferencë u organizua nga Master of Dentistry dhe profesore asociuar Almira Isufi, bashkëpunëtor në Universitetin Luarasi, e cila tha se ky është një hap i rëndësishëm drejt ndërkombëtarizimit të arsimit dentar në Shqipëri, duke sjellë për herë të parë konceptin Style Italiano Endodontics në vend, një mundësi e shkëlqyer për pedagogët dhe studentët. Mjekët jo vetëm shqiptar, po edhe nga rajoni kanë ardhur sot të marrin pjesë në një konferencë, në një trajnim të tillë të rëndësishëm, siç është Style Italiano Endodontics. Kishim dje doktor Giuseppe Carrieri në Universitetin Luarasi, me cilët kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe të rëndësishëm, duke mundësuar edhe për studentët e universitetit leksione me teknikat më të reja dhe instrumentat më të reja, teknologjitë e fundit në dentistri dhe sidomos në specialitetin e endodontisë, dhe jemi të lumtur që këtë oportunitet e krijojmë për mjekët shqiptar.
Studentët si profesionistët e së nesërmes drejtuan pyetje ndaj 3 pedagogëve italian duke konfirmuar kështu rolin e Universitetit Luarasi si një qendër inovacioni dhe zhvillimi profesional në arsimin e lartë. Kalaja e Borshit i është nënshtruar një ndërhyrje të rëndësishme restaurimi, me ndërhyrje që përforcojnë strukturat e kalas dhe xhamis brenda saj, monumenti do të rihapet me bilet, duke kthyer në një sit të organizuar që pret vizitor. Kalaja e Borshit në Imar po i nënshtrohet një ndërhyrje të rëndësishme restaurimi që do t'i jap jetë të re këtij monumenti historik, duke ruajtur historinë dhe duke përmirësuar përvojën e vizitorëve. Ministri i Kulturës Blendi Gonxha njofton se projekti i ndërhyrjes parashikon konservimin dhe stabilizimin e strukturave, restaurimin e xhamisë brenda kalas, si edhe krijimin e elementeve të rinj arkitektonik, paneleve interpretuese, platformës së vëzhgimit dhe ndriçimit artistik. Sipas Gonxhës, pas përfundimit të punimeve, Kalaja e Borshit do të hapet si sit i ri muzeal me bilet hyrëse, duke e kthyer për herë të parë në një destinacion të mirë strukturuar për vizitorët. E ndërtuar që në periudhën antike dhe e rindërtuar gjatë periudhës bizantine dhe otomane, Kalaja ka shërbyer si një pikë strategjike për kontrollin e rrugëve tregtare dhe mbrojtjen e zonës. Muret e kalas rrethojnë një sipërfaqe të madhe dhe brenda saj gjenden rronoja historike, përfshirë një xhami të periudhës osmane. Kalaja ofron një pamje panoramike të mrekullueshme mbi detin Jon dhe fushën e Borshit, duke bërë atë një vend tërheqës për vizitorët që duan të ndërthurin natyrën me historinë. Kjo kala, kohë më parë njeh edhe me emrin Kalaja e Sopotit, ku përmendet edhe në kujtimet e Ana Komnenës. Ndërsa në periudhën e Ali Pash Tepelenës u ndërtua edhe xhamia, e cila sot është një arsye më shumë për të vizituar këtë monument të rëndësishëm. Universiteti i Arteve vë në skenë muzikalin Mamma Mia me studentët e muzikës dhe artit skenik. Shfaqja krijon përvoja skenike për studentët dhe mundëson bashkëpunimin e disiplinave. Një ndër shfaqjet më të bukura dhe më të dashura të repertorit modern musical Mamma Mia vjen më 20 dhe 22 prill ora 20:00 në sallën e koncerteve të Universitetit të Arteve Tiranë. Produksioni i studentëve të Fakultetit të Muzikës vjen në drejtimin artistik të artistes e pedagoges Manjola Nalbani. Musicali Mamma Mia, që është edhe një nga shfaqjet më të pëlqyera në gjithë botën, musical i krijuar nga muzika e grupit ABBA, ishte të themi një ëndër e bërë realitet që para një viti u angazhuan dhe fakultetet e tjera, sepse musicali është një shfaqje që mikson të kënduarin, interpretimin, kërcimin, skenografin, kostumografin edhe prandaj ishte një nivel vërtet i lartë nga të gjitha fakultetet. Ju presim me 20 dhe 22 prill në sallën e madhe të koncerteve në Universitetin e Arteve në orën 8. Shfaqja bashkon disa disiplina duke krijuar përvoja skenike për studentët. Regjizori Redian Mulla vë në dukje bashkëpunimin. Një këngëtar, një student i kantos, për mua është aktor lirik sepse ai këndon. Dhe musicali i jep mundësinë këtyre studentëve që të jenë të aftë, të performojnë në skenë, të kërcejnë, të këndojnë. Dhe kjo ka qenë vërtet një sfidë edhe për ata, po edhe për mua. Është një bashkëpunim i frytshëm i dy fakulteteve, i atij të artit skenik dhe i Fakultetit Muzikës. Premiera e muzikalit u realizua nën kujdesin e dekanit të Fakultetit të Muzikës Arben Lozi me koreografi të Kozeta Bakiu dhe Elona Nalbanit, skenografi të Taulant Pustinës me dirigent Fabiola Lia e drejtuesi i asamblit vokal Bujar Alliu. Një garë me kafshët shtëpiake për të ndihmuar qenë të rrugës, një nismë e veçantë është mbajtur në Tiranë për të siguruar fonde për strezat e kafshëve. Një maraton e veçantë është mbajtur për herë të parë në kryeqytet. Qytetarë që mbajnë 4 putrosh në shtëpitë e tyre janë bashkuar te diga e liqenit për një garë që synon të ngrejë një kaos mbi kujdesin e kafshëve të braktisura. Ti shkojmë në nevojë miqve tan
katërputrosh, të cilët ka nevojë për dashuri, për përkujdesje dhe me anë të këtij eventi ne mundsojmë që t'i japim disi shpresë të gjithë shtëpizave që kanë nevojë për mirëkuptimin e gjithë secili prej nesh. Nuk ka aktivitet më të bukur sepse gjithë kjo panoram i dedikohet kafshëve për një dashuri dhe respekt ndaj tyre. Jo vetëm në aspektin e kënaqësisë që t'i jep në këtë natyrë të bukur. Unë po ju them, shiko këtë aktivitet dhe nuk ka kënaqësi më të bukur në këtë diell të bukur. Nisma synon që të siguroj kujdes dhe mirëqenie për qendë rrugave, duke dashur edhe të ndërgjegjësoj qytetarët e moshave të ndryshme. Kemi bërë të kështu në fund të këtij edicioni informativ. Për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, oftoj të vizitoni faqen balkanuaj.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë shihemi në edicionin e ardhshëm informativ.